A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Do me thënë, ky kitab që duket pak e një prapambetur me çato që tham se s'duhet dalë, kitapi njët na tha se duhesh kene me alajt këmbët gruas tande. E tash ta marrin vetëm atë pjesë që u konvenon. Për këtë thujnë shëm libri prapambetur, dyftyrësi është. Që kjo Islami i vërtet, që kështu kur kanë jetu musliman kanë qenë të lumtur. Tash vazhdojmë me një rast shumë të bukur që i ka ndodhur pejgamberit alayhi salatu wasalam. Tregon Hazreti Aliu radhiyallahu ta'ala anhu. Një ditë erdhi një grua te pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe i tha: "Ja Rasulallah, ka një person ka lip edhe unë du të martohem me atë." Shif sa raportet bukura me pejgamberin alayhi. Me pejgamberin konsultohet. Atër ne sot se kemi pejgamberin, njëherë me prindët duhet konsultojna, e ne me dëni hoqë duhet me u konsultu. Jo me shokët, sot rinia e bëjnë me shokët, gjidin aj ma shumë se ti. Taj beqar, aj beqar. Taj adoleshent, aj qetri adoleshent. Ti fluturojsh me ment, aj fluturon me ment. Këto raste duhet dënja ma të pjekur, dëni prind, dëni hoqë, apo dëni të familje se ke themi dëni daj që i besojsh shumë. Thot, çka mendon ja Rasulullah? Pejgamberi alayhi salatu wasalam mi tha, buri e ka hakun. Thon ka shumë të drejta buri. A dë mund t'ja plotësosh? Gruaja tha, ja Rasulullah, çka është haku i burit? Pejgamberi alayhi salatu wasalam tha, nëse i ngresh kokë burit, quhet një lloj si me ngresh kokë, Allahu xhelle xhelaluhu dhe Allahu nuk ta bën kabul namazin. Yani sevapet e namazit së një fitosh. Tjetër ja Rasulallah tha, cila do grue që del nga shtëpia pa lejen e burit, për çdo hap i shkruhet gjuna. Tjetër ja Rasulallah, një grua që përdor fjalë të pahishme ndaj burit të saj, deri në kiamet, ditën e kiametit, ditën e gjykimit, gjuhën do t'ja nxjerrin bas nga qafa me lajqet. Tjetër ja Rasulallah, nëse burin e ka nevojtar, do me thënë, nuk e ka gjendjen mirë me pare, ndërsa kjo ka pasuri, fiks për gratë tona bëhet fjalë. Po u gjo gruja jem s'punën, nuk i ka do altana ata i gjim qef. E në hala e detyron burin e saj, që është në kriz, t'ja paguje zeqatin me paret e veta, kjo mos i preke altanat. Gruja që ka mundësi dhe burin e ka pak në kriz, nëse nuk i ndihmon burit, a që nanat tona, kitë altanat ja kanë dhanë burave të vetë njën sa ta qelin dyqanin e parë, ma para këshu ishte tradita, nëse nuk i ndihmon, do ta ketë fytyrën e zes në botën tjetër. Tjetër ja Rasulallah, nëse pasurin e burit e merë pa lejen e ti, dhe e hargjon, që e shkon blen, ku e di, me karticën e burit, me njerë pin Temu, gjyo kjo të e reja tash, ma para isha AliExpress, se ka dal një Temu, hiq pa e pajt burin, trak, tak, tak, karticën e burit, kur e shef 500 euro i kanë shku. Shka ka blet? Gota. Vojte, po gota kemi, be? Pjata kemi. Duhet me pyet burin, a kam leje ta përdori kartelën tande? E nëse, thujemnin, pa lejen e burit e përdor pasurin e burit, nëse nuk merë halallëk nga buri, Allahu nuk ja pranon as e gruas, as zeqatin e as sadakan që e jep. Qetër ja Rasulallah, pejgamberi alayhi salatu wasalam vazhdon, një grua që e shan burin e vet, apo përdor fjalë ofenduse, botën tjetër në xhenem do ta varin nga gjuha e saj. Nëse shkon Estakfirullah. Nëse shkon në përvende me muzik, gruja e martuar, nëse shkon që këto darsma tona me banket që ka bura tjerë, pse të flasim ne? A psikopat jemi ne të flasim? Për na vjen gjunabe, na vjen gjuna se që këto sende kalojnë qitape, e në kjo realiteti më i madh se këtë që ato libra që janë lexuar nga shkolla fillore deri në doktoratur, ku e di, magistratur. Që këto në realitete. Nëse pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka thënë që kjo realitet. Një grua e martuar që shkon në vende me muzik dhe e shohin burra të tjera atë, këtë sevape që i ka fitu nga fëminia, që ka shku në xhamit lexoj Kur'an te hoxha, që ka bë hatme, që ka teravia ka fal, namaze nëse ka fal, sadakaja nëse ka dhënë, këtë ato i fshihen, xero i bën dhe teshat që i ka vesh
do ankohen nga ajo te Allahu Teala Gjelle Gjelaluhu, dhe dhe i thunë teshat dë flasin botën tjetër, dhe i thunë ja Rabbi, kjo neve nuk na veshi në ditët Mubarek, do me thënë në festat tona, në Bajram e në Ramazan e kështu me radhë. E as nuk i veshi për para halalit të saj, për para burit, po i veshi, neve na veshi në vende haram. Allahu Teala do thot, atër gjeknja këtë grua 1000 vjet fiks për që këtë ankes të teshave. Me laqeve do të thot kështu Allah. Kjo grua kur i dëgjoj këtë këto, tha, ja Rasul Allah, deri sot nuk u martova, atëherë më binde se nuk u deshka me u martu. Pejgamberi a.s. tha, oj grua, për tash atë t'i thom se vapet e martesës, ajo tha, urdhroja Rasulullah. Tha, cila do grua që buri i saj, i thot, Allahu qoftë razi, i shkruen se vape si me boj ibadet 70 vjet hiq pa ndërprer. Ja prune një kafe, buri tha, Allah i razi, faleminderit, 70 vjet ibadet. 70 vjet ibadet, një kafe, një çaj, një mëngjes, ja peglate teshat. Që këto pse nuk i lexon gratë tona e marrin ofendim me na hekuros pantallonat. Po 70 vjet ibadet quhet me. 70 vjet ibadet, që më fal namaznate. Hekurosi pantullet u së spun. Kush i jep një got ujë burit, është më se vap se me agjeru tan 1 vjet hiç pa ndërprer. Kur ngrehet nga shtrati, do me thënë mëngjes, kur ngrehet gruja dhe shkon të merr gusëll, është më se vap se me therr 1000 kurban. Një grua që nuk i bën hile burit, do me thënë që nuk e tradhton burin, nuk e tradhton be thjesht. Si gratë tona si janë, elhamdulillah, si nanat tona që janë. Deri në kiamet me laqet dhe përmendin emrin e asaj në qiej. Nëse një grua ja plotson dëshirat burit, është më se vap se me liruar 60 rrop në këtë dynja. Një grua që ja ruan pasurin burit, që edhe këtë e bëjnë gratë tona dhe nanat tona. Apo është e mëshirshme ndaj familjarëve të burit, ndaj nanës, ndaj babës, ndaj vllaut, ndaj motrës e kështu me radhë, dhe i fal 5 vakët namazet, dhe agjeron Ramazanin e saj, është më se vap se me shku 1000 herë të krye haxhin. Hazreti Fatimia radiallahu ta'ala anha, vajza e pejgamberit alayhi salatu wasalam, tha, një grua nëse kundërshton burin, çka ndodh? Pejgamberi alayhi salatu wasalam i tha, derisa të marrë halallëk nga burit, i thosem fal bese parës, apo të kësdisa pak, ose te kalova kufirin ndaj teje, Allahu Teala e mallkon atë derisa të kërkojë falje. Po e njëjta vlen edhe për burin. Nëse ja kemi thyer zemrën, edhe neve duhet themi ma bon halal, më fal se gabova. Me njerë, në moment duhet, hiç mos e shtym, ama neve ashtu jemi bo të paftyr, për laju, rizil bonu, thuja 100.000 lafe që një jahudisë një thuajsh, ma pa, au buka hazër. Po ka të ashtu raporte, shpirtësh kjo, zemër, kjo. Po një më falë asë një thush. Një njeri që s'din të those më falë, mos u marto me atë. Një njeri që s'din të kërkoj e falje për një gabim që e ban, mos u marto me atë. Ai është kryeneq, ai është kokfort, ai është inatçor, ai është egoist. Duhet dim edhe falje të kërkojmë. Kjo vlen më shumë për neve burrat, se ne kemi atë krenaria, apo ajo grua. Nuk, te duhet t'ja lajsh kamët asaj. Taj duhet t'ja lajsh kamët asaj, nuk ajo taj. Pse? E xheneti është në kam të asaj. Nesër të bëhet nan e fëmijës tënde. Me këto motive kur dhe shohim gruan, si e nësë ndi përdorish ato shprehje. Pësat ki qitap duhet bëhet një refresh për raportet bure grua, neve që jemi të martuar, po për beqarët një shembull se si duhet jem une. Bone një jetin këshu dhe jem une për të martu. E ne dhe bëj një reklam, shifë çka u lezoj xhamatit, beqarët e mi që këshu dhe jenë, për një afë martojnë. Një grua që i kthen fjalë burit, Allahu Teala nuk është razi nga ajo. Një grua që i thot burit, ti e hizmeqar jem, do me thanë, unë jam ma pasanike se ti. Te kushë mi e mutëm përzisht. Te i e hizmeqar jem.
Allahu Taala ja pakson bereqetin dhe ni'metet e xhennetit ja bën haram kësaj gruas. Dhe tash e ka marrë një shembull, jo se me të vërtet duhet kështu, po si shembull për ta kuptuar vlerën e respektit ndaj burrit. Nëse një grua me burrin e saj, te hunda e burrit rreth gjak. I rrjedhin burrit hundët gjak. Shkon gruaja, ja lëpin me gjuhë ja fshin gjakun nga hunda. Nuk do të thotë se këtë duhet ta bëjnë njerëzit. Po, kjo është vetëm një shembull, metaforë për ta kuptuar vlerën e burrit. Po i rodhen hundët gjak. Nga një vrim gjak, nga tjetra qelb, me gjuhën e saj bile me pastru. Gruaja prapsën i del hakut të burrit. Një grua, nëse del pa lejen, me lejen e burrit, nëse del me lejen e burrit në një udhtim ma shumë se 90 kilometra, pa mahrem, pa babën e saj, pa dajën, pa mixhën, pa gjalin që ka në pubertet, do të thënë vetë me shoqëninë e saj, vetë me vajzat e tezës, vetë me nënën e saj, pa tjetër të ketë një antar i familjes mashkull aty që ka hit paktën pubertet. Burri e jep këtë leje, thot ani shko numre pa mu, shko te nëna jot pa mu, rasti jem mund vlek, po elhamdulillah nuk e kam bo. Që në avion s'ka kushtet nguce, nuk o puna kushtet nguce, është çështja urdhri pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Një grua që i beson Allahut e pejgamberit mos dale në atë udhtim pa mahrem. Mahrem do të thotë një antar i familjes mashkull. Nëse burri e lejon këtë, burrit i shkruan 1000 gjunafe në amel defterin e vet. E thot tash, krahasoje gruaja që del pa lejen e burrit në një udhtim të tillë. Burri thot, mos be, nuk jom razi, hambe ku shëmije të i të më përzijesh. Kitë shoqet në shkojnë në Kosovë, dë shkojnë në une. Dë shëtajsim, kjo ka rap, dja fusim Kosovë, dë shkojmë në Greqi, ku shkojnë i vej, o ti grue e martuar jeti. E të im duket nuk e ke kuptuar, atër pse u martove? Mahmud Efendia Hoxha më thot, nuk e dini këtë punë, çka do thot, t'jesh i martuar, apo e martuar, shkojnë i martohen e ne bojnë i rezil. Mjafton kjo për thënë se jemi bërë rezil, që dalim palet e burrave në për udhime të gjata. Aman, le të bindemi një herë për gjithmonë se këto janë gjunafe shumë të mëdhaja. Pejgamberi alayhis salatu wasalam vazhdoi të thosë: "Ja Fatima, do të thonë oj vajza ime, nëse do ishte qenë lejuar që një person t'i bëjë një personi tjetër sejdë, do kisha urdhëruar që gruaja t'i bëjë sejdë burrit." Yani edhe këtu është një metaforë, një që ajo me hundën parës, jo që duhet ta bëjë. Edhe sejdën, jo që duhet ta bëje, po për ta kuptuar vlerën e burrit. Jo të shkojmë shpiti të mes bjën sejdë. Shirk bëhet estakfirullah. Hazreti Aisha radiallahu anha një ditë i tha: "Ja Rasulallah, më bëj nasihat mua, do me thënë, më këshillo mua." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Ja Aisha, ja tash do t'jap do nasihate dhe ti përcjellja këto nasihate grave të ummetit tim. Nesër, ditën e gjykimit, hesapi i parë do jepet për imanin, pastaj për abdesin dhe namazin, dhe e treta për hakun e burrit, që këto 3 pyetje do t'i parashtrohen çdo femre muslimane. Nëse burri e ka pas gruan shumë të vështirë, ja ka hangër shpirtin, Allahu na rujt, dhe i ka bo sabër. E ka bo sabër këtë grua, nuk e ka rref, nuk e ka maltretu, pa ka bo sabër, ka thënë, Allahu dhe drejtoje, inshallah. Allahu jep se vapin e Hazreti Ejubit. Hazreti Ejubi njihet si pejgamber që ka bo më shumë sabër për smundjen që ka dhënë Allahu si sprov. Ta kiesh gruan e keqe, që ta ha shpirtin, smundja më e madhe. Nuk të shkohet në shtëpi, kush do ta duroje? Allahi moja mundsof këtë ndjen një muslimani ta shijoje ta përjetoje. Për çat le ti mbledhin mend. Ha nanën tjetër i bësh sabër e fitojsh se vapin e Hazreti Ejubit. Po ka ana tjetër, mileti jon, a burrat a gratë janë më të vështira. Normalisht se burrat, më shumë burra kanë hangër shpirtra se sa gratë që han shpirtna. Nëse burri ja ka hangër shpirtin gruas dhe ajo grua ka bo sabër, Allahu Teala do ta bashkojnë botën tjetër me deregjen e grave sahabije, me gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me Hazreti Aisha do jetë aty inshallah.
Prandaj bën sabër. I vështirë është, bën sabër sa mos prishet familja. Fëmijët mos mbesin për kërkundi, se fëmijët më të këqi dhe me ardhmëri më të keqe dhe të dështuar zakonisht ndodhin që ato që u ndahen prindët, Allahu Taala na ruajt. Dhe një person nëse e rreh gruan, unë do ankojmë botën tjetër në emën të asaj gruas. Kush e thot kët? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do me thënë, khasëm i thunë kësaj, khasëm, kundërshtar do ta kesh përpara te Allahu Taala do ankohet pejgamberi alayhi salatu wasalam, se e ke prek vajzën e dikujt tjetër, respektivisht gruan tande. Dhe thot, në 3 vende mund të ndodhe kjo. 1. Namaz nuk fal. I thush falbe namaz? Jo. Falbe namaz? E një ditë kape pak, falbe namaz? Aha, dhe shofe se atër. Tamam. 1 kjo. 2. Estakfirullah, nëse të trahton edhe hala vazhdojsh, dush ta vazhdojsh këtë martes që miletion, Allah i na ruaj në tradhti aty, e sos këtë muhabet. Ama Islami e lejon që këtë rast ta përdorish fuqinë e burrit. E në njëherë me të ndodh, para me ndodh tash, jo ta mbysish, ta bësh mor. Ka vendet e forta të trupit që ta shef se ti je shumë më i fortë se ajo. Mirë, po neve këtë pse ne përballojshim, me njerë shkojmë divorc, të nanës të pasha, edhe qashtu. Tama, neve ashtu jemi. Dhe kjo është ma pastër punë. Mirë po, nëse dush me gjithat ta vazhdush këtë martes, këtë rast dhe tolerohet nga mashkulli ta këtë përdor pak fuqin fizike. Ama jo për çaj, jo për kafe, jo pse e derë dhe supën, jo pse si e bo hazër unë e të kom the që gjimë ca ati, asni mënyrë tjetër nuk lejohet. Që këto raste mund të thujemin. Dhe thot, në raste qera duhet shkoje me tembih, me nasihat dhe me këshilla. As sesi nuk duhet me i nënçmu dhe me i thujemin me i torturu, gratë se për ndryshe bohesh gjunaqar. Si dhe bohesh gjunaqar, dhe eshtish ma te për gjuna edhe gruan. Ti dja ha shpirtin për kote sen dhe ajo dhe ktheje gjevap. Do e kthejmë e gjevapit dhe shkruhet gjuna. Te dhe fillojsh të ofendojsh gjunaf për ty. Ajo dhe ta kthejmë me ofendim gjuna. Çfarë martese kjo? A martesa u desh tjetë, pika e parë të ta ruje dinin. A sot nduket ma tepër ta dobëson dinin martesa, sepse nuk mësohet mirë feja, nuk ngjohen derse, nuk lexohen kitape, nuk lexohen këto meselet ahwalu shakhsie që i thuin, raporti burr-grua, haku i burrit, haku i gruas. Mirë. Sot edhe për namaz, mos u përzini, veç lutuni, e në me derse me këshilla mundohuni, ta bindni për të fal namaz. Mirë. E në këtë pjesë tash mund të ambarojmë dhe vazhdojmë me temën tjetër. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. El Fatiha.